Episodi ballë për ballë me faktet në Faktoje Pigal vjen këtë radhë me ballafaqimin e 2 kandidatëve për deputet nga listat e hapura në qarkun e Durrësit. Procesi i rindërtimit është përmbyllur, ndërkohë nga ana tjetër nuk i jepen çelësat. Mbi 4.000 çelësa banesash të dorëzuara të qytetarëve që mbetën pa shtëpi. Kanë ndërtuar më pak shtëpi se ç'duhet. Tani më janë në proces kolaudimi. Vendoseshin deputetët nga krimi organizuar. Unë besoj tek kjo drejtësi e re. Sot vuan atë që quhet betonizim. Unë kam qenë një aktivist kundër projektit Veliera në Durrës. Veliera patjetër ka qenë një projekt shumë i bukur, shumë ambicioz dhe më në fund gati i realizuar. Kini parasysh që Durrësi është lënë pas dore, një nga bregdetet më të mira shqiptar, është lënë pas dore sepse është shkatruar me plan. Durrës Marina do jetë projekti i cili do të lullëzojë. Shqetësimi më i madh kur unë takoj qytetarët është çështja e familjes, që do të thotë familja shqiptare është e përgjysmuar. Një nga problemet kryesore që hasa në fillim të kësaj fushate ishte indiferenca e të rinjve.